Papunësia në qarkun e Kukësit ka ardhur në ulje vitet të fundit, por brenda treguesve zyrtar shfaqen paradokse në lidhje me punësimin në qarkun e Kukësit. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, në vitin 2024, qarku me shkallën më të lartë të punësimit ishte Kuksi me 70.9%, teksa Kuksi ka shkallën më të lartë të punësimit vjen në fund të renditjes nga 12 të qarqet e tjera për shpenzimet ujërore të familjeve. Në vitin 2024, një familje në Kukës shpenzonte 73.225 lek në muaj, sipas Instat, niveli më i ulët në rang vendi dhe 20% më pak se mesatarja kombëtare. Duke verifikuar strukturën e punësimit në Kukës, dominon dhega e bujqësisë. Në këtë sektor janë të punësuar 72% e totalit të punësuarve, por kur vjen puna tek rendimenti bujqësor, Kuksi kontribon më pak se çdo qark me prodhimet bujqësore. Në të gjitha degët në 6 qarqet e vendit, bujqësia në qarkun e Kukësit kontribon në më shumë se gjysmën e punësimit, teksa sektorët e tjerë të industrisë dhe shërbimeve zënë një peshë shumë të vogël, bën të ditur statistikat e Instat.